Le të falenderojmë Viktorian Dedvukaj në piano dhe korin që është krijuar për këtë rast specifike. Mirë dita dhe mirë se vini sot për përgëzimin e 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar. Unë jam Emin Nikaj. Dhe unë jam Arta Sinishtaj. Sot grupi shkollor Historian të ri, së bashku me nxënësit e tjerë të shkollës 25 maj, kemi përgatitur një program që shpresojmë se do t'ju rinformoj dhe kënaqi. Ju falenderojmë në prezencë dhe le të fillojmë programin e sotëm dhe t'i japim radhën nxënësve tonë. Me një punim të quajtur Shqipëria në prag të pavarësisë, e prezantuar nga Alvena Gorvokaj, nxënëse e paraleles e 4A. Në fillim të shekullit të 20, Shqipëria ndodhe në një periudhë vendimtare. Pas 5 shekujsh në sundimin osman, Shqipëria kishte ruajtur gjuhën, zakonin dhe ndjenjat kombëtare. Megjithëse ishte ndarë në 4 vilajet, Shkodër, Janin, Manastir dhe Kosovë, perandoria osmane ishte në rënje. Shqiptarët vuajtën nga shtypja politike, dalimi i gjuhës shqipe dhe varfëria ekonomike. Por në këto kushte u forcua dhe ndërgjegja për bashkim dhe liri. Rilindja kombëtare shqiptare e nisur me lidhjen e Prizrenit me vitin 1878, përmes arsimit, shtypit dhe veprimtarisë patriotike, përgatiti terrenin për pavarësi. Patriotët si Naim dhe Sami Frashëri, Pashko Vasa dhe Abdyl Frashëri kontribuan për gjuhën dhe kulturën kombëtare. Një moment i rëndësishëm ishte edhe Kongresi i Manastirit i vitit 1908, ku miratu alfabeti shqip. Në të njëjtin vit shpërtheu revolucioni i zhënturqve, që fillimisht dha shpresë për barazi, por më pas zhgënjeu shqiptarët duke shtyrë drejt kryengritjeve. Ndër më të rëndësishmet ishte kryengritja Malësisë së Madhe e vitit 1911, ku Dexhën Luli ngriti flamurin në Deçiç dhe u shpall memorandumi i Greqës. Si dhe kryengritja e përgjithshme e vitit 1912, e udhëhequr nga Hasan Prishtina, Isa Boletini dhe Bajram Curre, që arriti deri në Shkup. Ndërkohë, në tetor të vitit 1912, shpërtheu lufta e parë ballkanike. Shtetet fqinje si Serbia, Malizi, Greqia dhe Bullgaria synonin të coptonin tokënat tona shqiptare. Përballë këtij rreziku, shqiptarët kuptuan se duhet të vepronin menjëherë. Një mo zotë si m'keni muë. 500 vjetë po kishin kalue që se të bukren kërë Shqipni, turku e mbantën në ndrobni. Krejt tu e latë mire në gjak, frymen tu ja zanu njak, e as tu e lan një drit me pa, kur t'keqen pa ja da, rihje mos e len me kja. Me jullim t'po minit mur, me jullim t'gjarplit në ngur. Kështu shqiptar cilë mësue, zdin me nejt, rob në nëzjët huaj, e as page dheta me jakuj. Por t'lirë me shkuata motin, veç mbi veti to një vëzotin, e as kur kuj, këto trojet veta, mos mi ba kur t'unë gjatjeta. Në braz me turk, kur nuk kanë ra, e as kur pushken si ja kanë da, po t'jan gri me ta janë vra, si me kënë t'u vra me shkja. E prandej si pat fillue, turku tora m'ju likshtue, e një spat m'ju thyat i hovi, më qafë për ditu i metë Moskovi, e ato fiset e Balkanit, zun me i dalë dorë sultanit. Një shqiptar kanë me umenue si Shqipnin me eskapullue. Zjedhet turku që si motit në ato kohë të e gjerçka sriutit, krejt e lirë kjo t'ishte, e askuj, dash t'jet kraj, a mbret i huaj, mos me i ma kur t'unë gjatjeta, kur me i la ma paget dheta. Edhe flamuri i Shqipnis, si fletenzli i përendis, se ajo flaka erfesh gjetare, me usuval, prap në tokë shqiptare. Lufta e parë ballkanike dhe Shqipëria në kontekstin rajonal, vitin 1912 deri në vitin 1913. Lufta e parë ballkanike shpërtheu në tetor të vitit 1912 dhe ishte rezultati i tensioneve të gjata mes perandorisë osmane dhe shteteve të vogla të Ballkanit, të cilat kërkonin të zëronin territoret e tyre dhe të afirmoheshin si fuqi të pavarura. Serbia, Bullgaria, Greqia dhe Malizi krijuan lidhjen ballkanike, një aleancë ushtarake e drejtuar kundër perandorisë osmane, e cila në atë kohë po përjetonte dobësim politik, por edhe ushtarak. Plani i aleateve ballkanik ishte që, përmes një sulmi të koordinuar, të përzinin osmanët nga Evropa juglindore,
Bullgaria mori përsipër frontin më të rëndësishëm në Thrak, ku përballë me ushtrim osmane në betejat e Kumanovës, Kirk Kilises dhe Lule Bugarsit. Serbia u përcendrua në Macedoni dhe Kosovë, zona ku synonte të zeronte kufijtë e saj për të fituar dalje drejt Adriatikut. Grecia nisi ofanziva në Thesali dhe Epirin e Jugut, ndërsa Malizi sulmoi drejt Shkodrës dhe drejt Sanxhakut. Këto operacione ushtarake ndryshon shpejt balancën e forcave në rajon. Ushtritjet e lidhjes ballkanike patën përparime të shpejta, duke i nxjerrë Osmanët nga shumica e territoreve të tyre evropiane brenda disa muajsh. Betejat ishin të ashpra dhe shkatrimet të mëdha, por fitoria e aleatëve ishte e qartë. Perandoria osmane u detyruar të tërhiqej drejt lindjes, duke lënë pas një vakum të zërë pushteti. Pikërisht në këtë hapësirë të re politike ndodhej edhe Shqipëria, e cila ishte ende pjesë formale e perandorisë osmane, por me një popullsi që kërkonte autonomi dhe vetëvendosje. Situata e saj u bë veçanërisht delikate, sepse secili prej shteteve ballkanike shihte territorin shqiptare si pjesë të planeve të veta zëruese. Serbia kërkonte Kosovën dhe daljen në det, Grecia pretendonte Epirin e Jugut, ndërsa Malizi kërkonte Shkodrën. Në mes të këtyre pretendimeve, rreziku që troje shqiptare të ndaheshin midis sinjeve u bën shumë real. Për këtë arsye, brenda rrëmues së luftës së parë ballkanike, shqiptarët vendosën të veprojnë, ndërsa frontet në Ballkan dizeshin dhe shtetet e lidhjes ballkanike avanconin, delegatët shqiptarë mblodhen në Vlorë me 28 nëntor të vitit 1912 dhe shpallën pavarësinë. Ky akt nuk ishte thjesht aspirat kombëtare, por edhe një përpjekje urgjente për të mbrojtur territorin shqiptar nga coptimi. Në fund të luftës, megjithëse aleatët ballkanik fituan ndaj perandorisë osmane, ata nisën të grindeshin për ndarjen e territoreve të pushtuara. Kjo çoi luftën e dytë ballkanike. Ndërkohë, fuqitë e mëdha vendosën krimin e një Shqipërie të pavarur, por me kufit të cënguar, duke u përpjekur të balanconin interesat e shteteve ballkanike me stabilitetin e rajonit. Faleminderit. Në ty mendoj kur akon drita, kur bylbyli ma shumë këndon. Në ty mendoj kur soset dita, terri botën kur e mblon. Vesh se ty të shohun andër, vesh se ty quat kam mendim. Ndër të vështira ti me jetë qandër, për ty i lehtë me vjen çdo ndëshkim. Tjera brigje fusha e zale, unë kom pa larkë tu e ban shtek, e për zgjova tjera vale, në tjera lule, sy murek. Por një fush maj blerit nuk shtrohet, por një mal maj bukur sri, maj kulluet një lumë zdikohet, moj shqypni, por si keti. Në ty maj bukur lulzën prieli, janë ma të kanë që mstin e motë, në ty bylbyli palje djeli, këndon ma ambël të madhit sot. Pa ty lulles mi vjenera, pa ty pema fryt nuk mbjen, mue pa ty s'me del pran vera, pa ty djeli nuk më shkëllzen. Der sa të mundem me ligjrue, e sa gjall me frymu njam, kur shqipni s'kam me t'harrue, edhe në vorë me të përmend kam. Riullur, a dheu plak, la me lot, e la me gjak. Mjera vjet, histori, ma shumë rob, se në liri. Na kanë shtyp shumë perandori, romake turqit e shtriga Sërbi. Gjysh e gjyshe na i kanë vra, e le prindrit i kanë përla. Shumë herë token ne kanë djeg, për mna papo të varën deg. Vetëm qanë e renkon, trujet e veta kërkon. Buza vetëm i busqesh, ku sheht bit me armet në gjesh. Nga gjdo anë vjen zaj burit, mu në ditën e flamurit. Nga gjdo anë vjen zaj trimit, në këtë dit të bashkimit. Jam Kosova e trimris, lulje e bukur e Shqipëris. Me qoj isa shpirt biluri, e me tha të thret flamuri. Jam mulqini, jam malsia, e lëmua me thret liria. Jam malsia e degjën lullit, jam shqipon, janë palë flamurit. T'ungja tjeta në Shqipëri, unë jam qami, te këtivi,
Shqipëri më qof shafal, te kam nën e me ke djall, jam preshevën e në moj, e nuk mund me të duroj, jam flamuri kuqezi, e sridot me në roberi, vuajtja lutja tash po na pranohen, barkon bi shqiptar nga dal po bashkohet, ku do janë shqiptar në tokat e Iliris, lyzofshin traditat e shenjta shqiptaris. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Me 28 nëntor të vitit 1912, në qytetin e Vlorës u shpall pavarësia e Shqipërisë. Një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e kombit tonë. Pas 5 shekuj në nënsontimin osman, populli shqiptar u ngrit për të kërkuar të drejtën e tij për liri dhe vetëqeverisje. Në fillim të shekullit 20, Shqipëria ishte nën pushtimin e Perandërisë Osmane, por edhe e kërcënuar nga fqinjët që donin të ndanin tokat shqiptare, siç janë Serbia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria. Gjatë luftëve ballkanike në vitin 1912 dhe 1913, këto shtete pushtuan shumë vise shqiptare. Përballë këtij rreziku, patriotët shqiptar vendosën të veprojnë me shpejtësi për të shpëtuar vendin. Në nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali, i cili jetonte në Stamboll, e më pas në Bukuresht, u nis drejt Shqipërisë së bashku me shumë patriotë të tjerë si Luiç Gurakuçi, Dom Nikol Kaçorri, Abdi Toptani, Lef Nosi, Myhyt Lipohova dhe shumë të tjerë. Ata udhëtuan drejt Vlorës, ku mblodhen përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, nga Kosova, Shkodra, Dibra, Elbasani, Gjirokastra e Çameria. Me në 28 nëntor 1912, në shtëpinë e Xhemil Bej Vlorës, delegatët mbajtën mbledhjen historike. Në fund të mbledhjes, Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar me shqiponjën dy krenare, simbolin e Skënderbeut, duke shpallur Shqipërinë shtet të pavarur. Ky moment shënoi lindjen e shtetit shqiptar modern. Pas shpalljes u formua qeveria e përkohshme e Vlorës me Ismail Qemalin si kryetari i qeverisë dhe Dom Nikol Kaçorrin si nënkryetari i qeverisë. Qeveria e Vlorës mori përsipër të organizojë administratën, ushtrinë dhe të përfaqësojë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Ishte një periudhë e vështirë, sepse fuqitë e mëdha evropiane ende nuk e njihnin menjëherë pavarësinë e vendit, por ky akt tregoi vullnetin e pathyeshëm të shqiptarëve për liri. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë me 28 nëntor 1912 është simbol i bashkimit, guximit dhe dashurisë për atë dheun. Ajo është dita kur Shqipëria filloi rrugën e saj si shtet i lirë dhe sovran. Faleminderit. Në Vlorë u ngrit, në zë bubullim, flamuri i gjakut me zemër trishtim. Një shqipe me krah të çara nga loti, fluturoi mbi mal në hijen e motit. Ismaili e ngriti me dorë që dridhej, jo nga frika, por nga gjakut që ndihej. E zish Shqipëria u mbështoll me mall, por nënat qalin, bitë që serdhën gjallë. Në prak të nëntorit, një nën rrie pret, me lot në sy e zemrën plot flet. Djali su kthye nga mali i lartë, veç era ja solli, një shall me gjak. Sa djem i latë në toka pa varr, sa gjinu shterën nga krismat me zjarr, sa varre pa emër e sa dhimbje në gji, që ngritën një flamur me plak për mbi. E kuqja s'është ngjyrë, por djesh dhe gjak, e zeza një vajt që s'pushon do të prap. Një shami e zezë dhe një emër një erë, e një nën që pret me shpresë të mirë. Ku je biri im që më le në terë, pres në derë me dorë që dridhën në erë, por toka heshtë, s'më sjell as zë, as hap, veç era më sjell, prap shallën tënd me gjak. Për çdo djalë që ra pa varr në dhe, për çdo nën që humbi birin në betej, liria që mbajmë sot në duar, është gjak i shtrenjtë, dhimbje pa shuar. Por edhe në lot, në dhimbje në plag, rritet një bes, një flak që sushua, sa aty ku bien një bir për atë dhe, ngrihet flamuri me gjakë me dhe. Faleminderit.
Njohja ndërkombëtare. Luftrat ballkanike ndikuan e 6 fuqitë e mëdha që të mblidhen në Londër për të vendosur fatin e tokave shqiptare. Në konferencën e Londrës nuk morën pjesë shtetet e interesuara drejt përse drejti për këtë çështje, as aleatët ballkanik dhe as Shqipëria. Konferenca ambasadorëve i hapi punimet me 17 dhjetor të vitit 1912, e cila do të kryesohej nga ministri i punëve të jashtme të Anglisë. Që ditën e parë u trajtua rasti i Shqipërisë dhe atë ditë u vendos që Shqipëria të jetë autonome në sovranitetin e sultanit dhe kjo do të garantohej dhe kontrollohej nga fuqitë e mëdha. Konferencës së ambasadorëve, memorandum i paraqiti edhe qeveria e Vlorës, e cila kërkonte kufit të Shqipërisë që përfshinin 4 vilajetet. Pas armpushimit të shkurtër, në muajin shkurt të vitit 1913, rifilloi lufta mes aleatëve ballkanik dhe perandorisë osmane. Pas rrethimit të gjatë, greket arritën që me 6 mars të marrin Janinën dhe më pas edhe Gjirokastren. Mbas shumë bisedimesh, me 22 mars të vitit 1913, konferenca vendosi përfundimisht mbi kufijtë e veriut. Në kundërshtim të hapur me parimin e kombësisë, llet vullnetit të popullsisë vendase, nga trungu i Shqipërisë u shkëputën Kosova dhe tokat e Shqipërisë lindore e quajtur Maqedoni Perëndimore, të cilat i ullan Serbisë. Ndërsa mali të zi i ullan Hoti, Gruda, një pjesë e Kelmendit, Plava dhe Gucia. Me këtë rast, Hoti pesoi më së shumti duke u ndarë në dysh. Me 20 maj, konferenca vendosi për pavarësinë e Shqipërisë. Me 22 prill të vitit 1913, Esad Pash Toptani i dorëzoi Shkodrën malit të zi. Mirë po, konferenca kishte vendosur që Shkodra t'i mbetej Shqipërisë dhe për këtë arsye Austro-Hungaria dhe fuqitë tjera bën trysni ndaj malaziasve që të largohen nga Shkodra. Me 29 korrik të vitit 1913, konferenca ambasadorive mori vendimin përfundimtar për statusin e Shqipërisë. Sipas këtij vendimi, Shqipëria shpalli principat autonome, sovrane dhe e trashëgueshme. Çdo lidhje sovraniteti me Turqinë përjashtohej. Shqipëria bëhej shtet asnjërës në garancinë e fuqive të mëdha. Fuqitë e mëdha do të ushtronin kontrollin mbi Shqipërinë me anën e një komisioni ndërkombëtar të përbërë nga delegatet e 6 fuqive të mëdha dhe një delegat i Shqipërisë. Në krye të Shqipërisë do të vendosej një princ, i cili do zgjidhej nga fuqitë e mëdha. Me 11 gusht, konferenca vendosi përfundimisht edhe për kufit jugor të Shqipërisë. Korça dhe ishulli i Sazanit i mbetën Shqipërisë, ndërsa fati i Gjirokastres mbeti i pasgjellur. Sa i takon Greqisë, ajo mori një pjesë të madhe të Shqipërisë jugore ku përfshihej edhe Çameria. Konferenca krijoi 2 komisione që do të caktonin kufit në terren. Më në fund, konferenca ambasadorëve u mbyll me 12 gusht të vitit 1913. Faleminderit. 28 nëntori. O flamuri ku qëzi, je simbol për shqiptari. Ti valvite shtashilir, gjithë jetën e kam pas këtë dëshirë. Valvitu flamur se je i rallë, e ty të donë gjdo shqiptar. Tokat tona i kanë coptua, po menim të zotit kemi bashkua. Pam varsin jemi tu me e festua, se të partë tonë me gjake kanë fitua, e gjërë që ka striotin e malsi ka ardhë, me na krenua neve sa jemi gjallë.
Sot, me 28 nëntor të vitit 2025, shënojnë 113 vjetorin e ditës më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare. Një ditë e cila ka siguruar të nesërmen e popullit shqiptar. Një ditë ku 40 delegat nga të gjitha treva shqiptare u bashkuan në Vlorë në emër të kombit tonë. Në një bashkim ku garantuan që historia e kombit tonë të jetë jo vetëm e kaluara, por që të jetë një prolog, të jetë preteksti i të armës së shtetit dhe kombit shqiptar. Prandaj, me shumë krenari, sot kemi privilegjin që të ndërojmë shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar. Kur u bën shpallja e pavarësisë, siguruam vendin tonë në syt e botës, dhe ekzistenca e shqiptarëve u bën e pamahueshme. Edhe në qoftë se kufijtë e vendosura nuk kanë përfshirë të gjitha territoret shqiptare, jemi rikujtuar se nuk mund të zhdukemi sa të marrim frymë me vullnet, dhe kombin e njohim me vendoshmëri. Tani, të gjithë shqiptarët e botës, pa marrë parasysh besimin, e njohin e kanë një vend që me zemër të plot mund të thrasin të tonin. Dhe nuk duhet të harrojnë gjeneratat e kaluara, ato gjenerata që nuk arritën të shohin këtë ditë, por prapë se prapë ata luftuan. Ata morën përsipër detyrën e tyre kombëtare, gjë që ne gjithashtu duhet ta marrim. Tani, nuk jemi më në rrezik të zhdukjes fal tyre, por nuk kemi levërdi të pushojmë. Detyra jonë është që të mos mbetemi mrapa, jo veç me edukat, por me punë, me vullnet, me ftyrë dhe me nder. Prandaj, të nderuar, sot po gëzojmë të kaluarën, por nesër le të kthejmë syt në të tashmen, që në të ardhmen, në një mënyrë të tillë, siç po përgëzojmë sot, të bëjmë edhe atëherë. Faleminderit shumë për vëmendjen.
Përfundimisht, ju falenderojmë për prezencën tuaj dhe shpresojmë se atleti koha që ju keni marrë për ne. Shpresojmë se ne, historianë të rinj, kemi arritur të tërheqim vëmendjen tuaj dhe gjithashtu shpresojmë se këto çaste argëtuese kanë arritur qëllimin e vet që kjo ditë të kremtohet ashtu siç e meriton. Gëzuar ditën e pavarësisë dhe siç thon malsor që vun gjatë jeta,